Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri në Erkalan Tutorial. Jemi këtu sot për të mësuar disa gjëra rreth programit Photoshop. Sot mendoj, mund të themi më mirë, se mund të bëjmë disa gjëra të ndryshme për sa i përket mjeteve, stileve, instrumentit që Photoshop na jep. Atë përse jemi këtu, sepse sipas meje, para se të vëmë tek livelet që janë gjëja më e ngatëruar e Photoshopit, duhet më përpara të mësojmë këto gjëra. Atë sipas meje, mendoj se kjo është më e mira, kështu që po vazhdojmë pak e nga pak, duke parë edhe tutorialet e parë që kemi bërë. Ju kujtoj që unë jam gjithmonë Vini, edhe atëherë le të fillojmë me diçka elementare. Mua më duket elementare, për disa të tjerë ndoshta ndryshon pak. Atëherë, sot do t'ju shpjegoj pak se si funksionojnë disa butona. Atëherë, i pari që duhet shpjegoj sot është klon. Siç e shikoni, është klon. Instrumenti klon. Ok. Atëherë, le të marrim një imazh. Zgjodha këtë, është një pamje e bukur e tokës, me që unë jam edhe ambientalist, i regjistruar në të gjitha, mund të themi, website-et ambientaliste. Atëherë, le të fillojmë pa humbur kohë. Çfarë bën timbroklone? Është në italisht. Clone timer. Çfarë bën? Atëherë, mund të themi që timbroklone ka një, si ta them, një kopje të imazhit që ne shohim, të krijon një kopje në afërsi të tij ose në largësi, si ta dëshironi. Po është shumë i thjeshtë për të përdorur dhe përdoret në shumë raste të veçanta, siç janë bashkimi i figurave, dyfishimi i figurave, ose mbulimi i një papastërtie ose një gjë e tillë, por gjithmonë duke i kujtuar që është kopja e figurës nga e cila ne kemi referimin. Atëherë, në këtë pjesë do të shpjegojmë timbroklone se si funksionon dhe një diçka tjetër. Atëherë, le të fillojmë. Siç e shikoni, këtu kemi tokën, globin. Atëherë, duke vendosur mausin, mendoj se shikoni, në largësi pak larg, si ta themi, në anës së tokës, dhe duke mbajtur shtypur butonin Alt, për ta dëgjuar më mirë, klikojmë OK dhe shkojmë pak sa më larg, në mënyrë që rrethi i tokës ta llogarisim që të përfshihet këtu. Atëherë, tani mund të klikojmë normal dhe e shtypim. A më fal, bëra një gabim, modifika, anula. Atëherë, do të vemi pak afër sepse morëm referimin shumë larg. Atëherë, klikoj. Më falni, kemi ikur shumë larg. Atëherë, klikojmë përsëri me Alt, OK, dhe fillojmë prapë. Atëherë, siç e shikoni, tani i ka shumë afër. OK, qetëso, OK. Kompjuteri kur bën numra, domethënë bën këto gjëra. Atëherë, siç e shikoni, këtu kemi një kopje të tokës. Siç e shikoni, kemi kopjen origjinale të tokës. Por kujdes, këto nuk janë dy nivele, por është një imazh i vetëm. Këtu doli pak keq. Atëherë, për të
këtë problemi këtu e bëra kastile, përse? Sepse dua të shpjegoj edhe një buton tjetër. Mendoj se pak a shumë këtë e kuptuat se si funksionon, tani do bëjmë përsëri mos e vërsë mendje. Atëherë, përse e bëra këtë gabim të vogël? Siç e shikoni, këtu bëm një gabim, por për të mos prishur, ose mos të marrë një imazh tjetër, sepse ky buton që do të përdorim tani do të na duhet edhe në shumë, si ta themi, në shumë raste tjera, sepse puna me Photoshopin është shumë e madhe dhe butonat, të gjitha këto butonat do të na duhen në çfarëdo lloj rast. Atëherë, unë them të marr butonin Penelo Storia. Çfarë është Penelo Storia? Peneli historik. Atëherë, peneli historik do më thënë që të kthen përsëri imazhin siç ka qenë më përpara, por kujdes gjithmonë pa punuar në nivele të ndryshme. Nivele ndoshta nuk e din se çfarë janë, po do të mësojmë vonë. Atëherë, le të fillojmë pa problem. Çfarë? Duke zgjedhur nivel historia, ok, shkojmë në imazhin, zgjejmë diametrin e dëshiruar për të punuar më shpejt. Bëjmë këto. Ok. Më falni. Ok. Shikojmë këtu u fshi imazhi që ne bëm, por kujdes, është një diçka, domethënë vetëm veprimin që ne bëm më përpara, nuk ngatëroj asgjë, nuk fshiu asgjë. Mendoj se është shumë i lezetshëm, domethënë gabimet që ne bëjmë mund t'i pastrojmë pa problem dhe pa prishur imazhin mbrapa. Mendoj se është shumë i thjeshtë. Edhe përsërisim përsëri timbro klone. Ok. Atëherë, marrim me alt, ok. Afrohemi çik më shumë edhe vazhdojmë pa problem. Ok. Ok. Atëherë, nëse duam të punojmë më shpejt, ecim pak më. Më falë, nuk shpjegova se si dalin këto. Atëherë, duke klikuar me tastin e djathtë, mund të rrisim, zmadhojmë, mund të bëjmë çfarë të duam. Edhe, domethënë, rrethin e punimit. Nëse duam të bëjmë shpejt punën, mjafton ta rrisim më shumë. Ok? Një sekond. Ok. Shumë e thjeshtë. Ok? Kemi dy imazhe të njëjta, nuk po them dy tokë të njëjtë, po dy imazhe të njëjta. Ok? Shpresoj t'ju kem ndihmuar pak a shumë me këtë tutorial. Atëherë, ne bashkë shihemi në tutorialin tjetër ku do të shpjegojmë disa butona të tjerë. Ok? Mirupafshim. Dhe ju kujtojmë gjithmonë të vizitoni website-in tim personal, më saktë, që është erkaland.tk, por mjafton të shkruani vetëm Erkaland. Dhe duke filluar qysh para një jave, domethënë qysh nga fillimi, qysh nga mezi në ndorit, këto tutoriale gjenden edhe në website-in tim personal erkaland.tk dhe shkoni në kategorinë tutorial ku do të gjeni këto dhe shumë gjëra tjera, jo vetëm tutorial, por edhe pse është një website në ndërtim ende, po do të gjeni shumë gjëra vërtet mendoj se të nevojshme. Dhe gjithmonë sepse është një website që flet vetëm për gjëra falas dhe asgjë me pagesë. Ok. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim në tutorialin tjetër.